Ne vim në këtë takim me ju, pasi në 12 vite fermat tuaja, prodhimet tuaja, mundi juaj, ka njohur vështërsi të mëdha, humbje të ndjeshme, rrokullisje serioze. Sot, po të shkojmë në dyqanet e Elbasanit, të Tiranës dhe kudo, 80% të produkteve prodhohen në Shumadi, në Banat, prodhohen jashtë Shqipërisë. Sot, sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, që është i sektor bazë, në cilin punësohen rreth 500.000 shqiptar, është një sektor, për të mos thënë krejtësisht, por po thuaj se krejtësisht i braktisur nga kjo qeveri. Ky sektor jep vendit 19% prodhimit brendshëm. Ky sektor financohet vetëm 0,5% prodhimit brendshëm. Ju nuk jeni më pak punëtor se sa fermerët e Maqedonisë, apo të Kosovës, apo të Serbisë, ose Malit të Zi. Jo, ju jeni shumë punëtor. Dhe sigurisht ju doni që fermat tuaja, që serat tuaja, shtallat tuaja të ecin përpara, të begatojnë, të pasurohen. Por kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh. Sepse me politikën që ndoqi kjo qeveri, ishte një politikë shkatrimtare. Hapi kufit doganat për prodhimet e Serbisë, për prodhimet e Maqedonisë, fermerët të cilave subvencionohen nga 5 gjërë në 8 herë më shumë se ju. Pra në qoftë se ju merrni 100 euro subvencion, fermerin Maqedoni merr 500 euro subvencion, fermerin Kosovë merr 400 euro subvencion, fermerin Serbi merr 700 ose 800 euro subvencion. Ky është realiteti, ky është e vërteta. Çfarë ndodh? Ndodh që ju nuk konkurroni dot të tregje, sepse aja ka të subvencionuar çmimin dhe fëmijët tuaj largohen për të ndërtuar ëndrrën e tyre, jo në Elbasan, jo në Shqipëri, po për të ndërtuar në Itali, në Greqi dhe në vende tjera. Unë do t'u dërgoj atyre një përshëndetje shumë përzemërt dhe një nderim shumë të madh. Ata janë bërë individ të shquar, biznesmen të shquar, dhe janë adhetar të flakt aty ku janë. Njeri për i tyre është Eduard Çekrezi, të cilin unë pata fatin ta njoh fort këto kohë e fundit. Por edhe shumë të tjerë. Ata këtë vit votojnë për herë të parë. Dhe këtë vit ata do t'i japin vendit tyre mbështetje historike. Me votën e tyre, zbashku me ju, do t'a ndajnë Shqipërinë nga kjo e keqje e madhe. Përveç kësaj, pra përveç subvencioneve që i keni 4 herë më të ulta se Kosova, 5 herë më të ulta
se Macedonia, 7 ose 8 herë më të ulta se Serbia dhe Prishtinë. Kjo është aktuale, po të marrësh investimet që ata kanë bërë në tokë përpara, del të paktën 11. Kosova sot, dhe vetëm Kosova, po Macedonia, Serbia, kanë nga sistemet vaditëse më bashkohore. Dhe e trashgojnë atër nga Jugoslavia. Kurse Shqipëria noton ujë dhe ujë për fermat nuk siguron. Kjo është e vërteta. Pra, ka një pabarazi shumë të madhe. Ndërkohë, shqiptarët janë njerëz shumë punëtor, të zot, toka është e klasit të parë, por me tregun nuk ja dalin, sepse marrin gjithsejt, e pa imagjinueshme, 57 milion euro ishte subvencionimi për këtë vit, nga këto 32 milion shkonin tek fermeri, të tjerat i mirrin rrogtarët e qeverisë. Kishin 130 milion euro nga Bashkimi Evropian, Edi Rama me suitën e tij u vërsun mbi to, sikur t'ishin para pazot, dhe që ato çdo qindark ishin për ju. Çdo qindark ishin për ju, fermerët. Dhe ato vetëm fermerët nuk i morën, i morën gjaçkat, me burrat, me kushurit, me fisit e tyre, dhe kur Bashkimi Evropian e diktoi, e gjeti, i nërpreu me njërë fondet, dhe Edi Rama në vend se të çonte ministrën e tij atje ku e meritonte, e mori këshilltare kryesore në kryeministri. Pse e mori këshilltare kryesore? E mori sepse ato abuzimin e kishin përbashkët. Ajo s'kish bërë gjë tjetër, vetëm zbatur urdhat abuziv të Edi Ramës, që parat e fermerëve i mirnin oligarkët e tij, i mirët e klientele e tij, dhe fermerët nuk vidhin asgjë. Ne jemi shumë të vendosur ta transformojmë, ta ndryshojmë rrëjësisht dhe me shpejtësi këtë situatë. Çfarë kemi vendosur ne në programin tonë? Në programin tonë ne kemi vendosur të pesfishojmë subvencionin për ju, të kapim vendet që kemi për rreth. Nuk themi të kapim Francën dhe Gjermaninë, as dhe Italinë, por Maqedoninë, Serbinë, Kosovën, Malezi. Ndaj dhe fondi do të shkojë në 230 milion euro subvencion. Do subvencionojmë pa përjashtim, pa asnjë kriter tjetër përveç çdo kokë bagti, çdo fidan të miell, çdo njësi prodhimi. Heqim çdo pengesë tjetër ne, që duhet jetë kaq hektare, aq hektar, që duhet jenë kaq kokë dhe aq kokë e tjerë me radhë. Jo, ato që ai që ka, ai do marrë subvencionin. Do marrë subvencionin. Në fakt do të tregoj shumë e tepër tani. Atër jam përpjek, po tani do të tregoj shumë e tepër. Ja u them uja fjallën këtë, brada jam këtu sotun. Linja krediti. Ne do të ngrem banken zhvillimore
të shtetit.